Moska ka nisur një fushat të re ndërshkimesh kundër figurave që dikur ishin mbështetës të zëshëm të Vladimir Putin dhe luftës në Ukrainë. Shumë prej tyre që për vite morën përfitime dhe famë për besnikërinë ndaj Kremlinit, po shpallen tani agent të huaj apo ekstremist. Sipas një shkrimi të The Guardian, ndër të goditurit janë analisti politik Sergej Markov, eksperti ushtarak Roman Alyoshin dhe komentatorja Tatiana Montajan, e lindur në Ukrainë. Ta persona që dikur lavdronin Putinin dhe ushtrinë ruse, sot përballën me të njëjtin sistem represiv që më parë mbronte. Ekspertët thonë se kjo valë përjashtimesh tregon një konflikt të brendshëm brenda pushtetit rus mes figurave të vjetra besnike ndaj Ministrisë së Mbrojtjes dhe grupit të ashtuquajtur The Blogerët, një rrjet ultranacionalist pro luftës. Përplasjet mes tyre lidhen edhe me parat, pasi shumë prej këtyre aktivistëve kanë mbledhur më shumë fonde për frontin se vetë institucionet shtetërore. Analistët vlerësojnë se Kremlini po përpiqet të frenojë çdo formë mobilizimi qytetar, edhe kur vjen në mbështetje të luftës. Kremlini ka frikë nga çdo lëvizje e pavarur sepse i sheh si kërcënim, thonë analistët, pasi regjimi rus nuk duron asnjë zë që fiton ndikim jashtë kontrollit të shtetit. Nga ana tjetër, ky veprim shihet si sinjal për të gjithë mbështetësit e Putinit se askush nuk është i paprekshëm. Analistët e krahasojnë këtë valë ndërshkimesh me metodat e epokës sovjetike, ku edhe më të devotshmit mund të shpalleshin armiq.